Trump fton Xi në shtëpinë e parë. Presidenti kinez Xi Jinping është ftuar nga presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump për të vizituar Shtetet e Bashkuara më vonë këtë vit, me shumë mundësi në gusht ose shtator, tha të martën diplomati më i lartë i Washingtonit në Pekin. Xi e ka ftuar gjithashtu Trumpin të vizitojë Kinën në prill, tha Bloomberg, ambasadori i Shtetit të Bashkuara David Perdue. Perdue tha se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar kryesisht disa konsensuse të arritura gjatë takimit të tyre të vitit kaluar, duke mbuluar fusha të tilla si vlerat e fentanilit dhe sojës, duke reflektuar progresin në bashkëpunimin pragmatik. Dhe më e rëndësishme, Kina kanë bërë një hap përpara në bashkëpunimin tonë me forcat e rendit nga Shtetet e Bashkuara, tha ai, duke shtuar se agjencitë e zbatimit të ligjit nga dy vendet kanë punuar për herë të parë së bashku për të luftuar fentanilin. Perdue tha se komunikimet midis dy presidentëve tregojnë një gatishmëri për të pasur më shumë ndërveprime në fusha të ndryshme. Tani për tani, ne kemi një nivel respekti dhe besimi, shtoi ai. Më parë, sekretari thesarit të Shteteve të Bashkuara Scott Bessent tha se Trump dhe Xi mund të takohen deri 4 herë këtë vit në mjedise të ndryshme. Që kur Trump u mandatua në janar të vitit kaluar, ai dhe Xi kanë pasur disa kontakte, përfshirë takimin e tyre ballë për ballë në tetor në qytetin e Koresë së Jugut, Busan, i cili më vonë u përshkrua si i suksesshëm. Udhëheqësit e dy ekonomive më të mëdha në botë kanë folur gjithashtu në telefon disa herë gjatë vitit kaluar, një periudhë shënuar nga një luhatje në lidhjet dypalqe. Marrëdhëniet u përkeqësuan në pak kohë pasi Washingtoni vendosi tarifa të larta, kundër të cilave Pekini u akmor përpara se të dy palët të tërhiqnin masat më vonë.